Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, do të jemi së bashku në vijim. Atentati mbrëmjen e së njëjtës në Lundër dyshohet ketë lidhje me atë në Lezhë një orë më herët. Burime nga hetimi thanë për ABC News se personat e plagosur mund të jenë qelluar gabimisht pasi autorët kanë pasur objektiv bashkëshorten e Rohan Brahimit. Makina e saj dhe targat janë të ngjashme me ato të 4 personave që u qelluan me armë në Lundër vetëm pak orë pas ngjarjes në plan. Një 11 vjeçar mes 4 të plagosurve vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. 4 të rinj të cilët ranë prej një atentati mbrëmjen e së njëjtës në kryeqytet, morën unazën e madhe për të shkuar në Lundër, dhe kjo është rruga dytësore që dyshohet se i kanë bërë prit pikërisht 2 autorë, të cilët dyshohet se kanë lëvizur me një motor. Më tej 34 vjeçari Arend Stafa, që po drejtonte mjetin, ka vënë re lëvizjen e dyshimit, por nuk ka mundur dot t'u shmanget plumbave. 2 atentate të një pas njëshme troditën vendin më 17 prill, ngjarje të cilat lanë pas një viktim dhe 4 të plagosur, mes tyre 2 të mitur. Pista kryesore e hetimit për atentatin në Tiranë është ajo i ngatrimit të objektivit, thonë burimet të sigurta për ABC News, teksa vijojnë ende hetimet e verifikimet e detajeve që mund të ndihmojnë në zbardhjen e atentatit tipik mafioz. Arend Stafa, i cili drejtonte mjetin, ishte së bashku me 2 të mitur të familjes Demiraj dhe një 19 vjeçar të cilët ende janë në spital, pasi morën plagë të konsiderueshme. Blut e Tiranës kanë mundur të rindërtojnë një dinamik në lidhje me ngjarjen e rëndë, ku dyshohet se 2 autorët kanë pritur në këtë cep të rrugës që prej orës 7:30 të pasdites së 17 prillit. Vetëm pak minuta para ngjarjes, në rrugën dytësore janë futur 2 mjetet të tipit G-klas, njëri prej tyre në ngjyrë të zezë, tjetri gri e errët. Autorët menjëherë kanë nxjerrë motorin dhe janë vënë në ndjekje automjetit tip G-klas në ngjyrë të zezë dhe pak metra më tutje kanë qelluar me breshëri, duke plagosur të 4 persona që ndodheshin në mjet. 34 vjeçari Arend Stafa kanë tentuar t'u shmanget plumbave, ku dëshmitar kanë qenë edhe të mitur, por pasi u plagos, humbi ndjenjat dhe mjeti u përplas në Lundër, në afërsi të banesës. Kanë qenë banor të zonës e familjarë që u erdhën në ndihmë të plagosurve dhe i dërguan në spital, teksa paralelisht policia rrethoi zonën dhe ngriti postbllogje në të gjithë Tiranën. Përpara oficerëve të policisë gjyqësore, familjarët e të plagosurve janë shprehur se nuk kanë pasur asnjë konflikt që mund të çonte në këtë ngjarje, teksa policia ka dyshime të forta se shënjestër e atentatit ka qenë bashkëshortja e Rohan Brahimit, babai i të cilit u ekzekutua në plan të Lezhës vetëm para pak atentatit në Tiranë. Grupi i hetimit i ka këto dyshime pasi targa dhe mjeti të plagosurve është i ngjashëm me atë të bashkëshortes së Rohanit, madje dhe banesat në zonën e Lundrës i kanë afër me atë të familjes Demiraj. Një ditë pas atentatit ku mbetën të plagosur 4 persona, mes tyre 2 të mitur, Blut e Tiranës kanë dyshime të forta se shënjestër e atentatit mund të ketë qenë bashkëshortja Rohan Brahimit. E reja është marrë në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore në kryeqytet dhe shprehur se ajo vetë nuk ka asnjë konflikt me askënd dhe lëvizje qetë dhe pa u ruajtur, madje prej kohësh nuk ka pasur më marrëdhënie të afërta me familjarët e Rohan Brahimit. Më tej, ajo shton edhe që shkak për ekzekutimin e vjerrit të saj mund të jenë bërë konfliktet që la pas Rohan Brahimi. Ai ishte i njohur edhe me emrin Sidorel Prendi. I riu nga plana e Lezhës u ekzekutua me armë zjarri në një atentat mafioz mbrëmjen e 9 maj 2024 në Athinë, në sy të gruas dhe fëmijëve të tij. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me kolegen Gjoana Çallaku për ta pyetur në lidhje me gjendjen shëndetësore të 4 të plagosurve që ndodhen tek trauma. Gjoana, të përshëndes. Cila është gjendja e plagosurve dhe me çfarë kuptuam gjendja e 11 vjeçarit i cili është në një situatë edhe më kritike? Habi, edhe unë të përshëndes, atëherë sipas burimeve të sigurta nga burime pra brenda spitalit të traumës, më bëjnë të dije dhe konfirmojnë që është marrë vendimi përfundimtar që 2 vëllezërit e mitur të familjes Demiraj të transportohen drejt të vendit fshinj në Itali për të marrë dhe kështu mjekim më të specializuar mjekësor. Pra është një vendim i cili ka ardhur nga vetë dakordësimi dhe kërkesa e prindërve për t'i çuar jashtë vendit pra në vendin fshinj për të marrë një mjekim më të specializuar. Pasi në fakt duhet thënë që gjendja shëndetësore 11 vjeçarit D. Demiraj ndodhet kritikisht
kritike për jetën dhe aktualisht ndodhet pra në reanimacion në Spitalin e Traumës, pasi siç e kemi raportuar dhe më herët, plagën e ka marrë në krahëror dhe pavarësisht se është nënshtruar dhe një ndërhyrje kirurgjikale, vijon të jetë në rrezik për jetën. Ndërsa vëllai i tij, 17 vjeçar M. Demiraj, ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por sigurisht që vazhdon të jetë në monitorim të vazhdueshëm nga stafi mjekësor i bluzave të bardha në Spitalin e Traumës. Ndërsa 34 vjeçari Arenc Stafa, në fakt Stafa është jashtë rrezikut për jetën dhe vijon të jetë në Spitalin e Traumës, ndërsa 19 vjeçari Kian Mullahi ndodhet në gjendje stabël, është në një prej spitaleve private të vendit, duhet thënë që është jashtë rrezikut për jetën. Por në fakt sa i takon dy vëllezërve Sa i takon vëllezërve Demiraj, pra është marrë vendimi që të transportohen në vendin fqinj për të marrë mjekim më të specializuar dhe pritet në orët në vijim që të bëhet dhe transportimi i tyre nga Spitali i Traumës drejt Italisë. Kuptohet që do jenë edhe në mbikëqyrjen dhe shoqërimin e stafit mjekësor të specializuar për lëvizjen e tyre nga njëri spital në vendin fqinj. E qartë, pikërisht për momentin se kur do të bëhesh vendosja e tyre për mjekim jashtë, për këtë do të pyesja më tej Gjoana. Të falenderoj për informacionet që solli, ishim kështu në këtë lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Gjoana Çallaku nga Spitali i Traumës. Gruaja e Rohan Brahimit u takua me të jatin e të shoqit pak para ekzekutimit të tij. Gjovalin Prendje u ekzekutua me breshëri automatiku në verandën e lokalit të tij në Plan të Lezhës, ditën kur ai e hapi për vizita në 1 vjetorin e vrasjes të birit. Policia ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje 10 persona për ngjarjen. Djali i viktimës Rohan Brahimi njihej si rival i Ervis Martinajt. Atentati ndaj babait të Rohan Brahimit, rivalit të Ervis Martinaj, dyshohet jetë kryer nga vrasës me pagesë. Sipas të dhënave të para hetimore, kamerat e sigurisë kanë regjistruar momentet para atentatit kur një automjet lëviz në drejtim të lokalit përmes urës së vjetër të Milotit dhe ndalon në anë të rrugës pranë lokalit të viktimës. Nga automjeti zbresin 2 persona të maskuar, të cilët afrohen drejt hyrjes së lokalit. Në verandë ata përballen me Gjovalin Prendin dhe shkrehin një breshëri plumbash në drejtim të tij. Pas ekzekutimit, autorët largohen me të njëjtin automjet, duke ndjekur të njëjtën rrugë nga e cila kishin ardhur dhe arrin të zhduken pa lënë gjurmë. Vetëm mëngjesin e kësaj të premte, në afërsi të fshatit Fushgjorëm, është gjetur një automet i djegur tip Land Rover, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët e atentatit. Brenda mjetit nuk janë gjetur armë, ndërsa zjarri ka shkrumbuar plotësisht makinën, duke e bërë të vështirë mbledhjen e provave materiale. Gjovalin Prendi, i cili kishte rralluar daljet në publik, kishte vendosur që të hapte lokalin pikërisht të njëjtën, teksa afrohej edhe 1 vjetori i vdekjes së djalit të tij, Rohan Brahimi. Është pikërisht kjo ngjarje që ka bërë bashkë të afërmit e familjes Brahimi, ku e pranishme ka qenë edhe bashkëshortja e Rohanit, që mendohet ketë qenë shënjestra atentatit në Lundër një orë më vonë. Gruaja e tij dyshohet se ka qenë aty në momentin që ka ndodhur vrasja dhe më pas është nisur drejt Tiranës. Në përpjekje për të zbardhur ngjarjen, policia ka marrë në pyetje 10 persona, por deri më tani nuk është siguruar asnjë informacion i vlefshëm që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Grupi hetimor po analizon sërish pamjet e kamerave të sigurisë së lokalit, si edhe të rrugëve kryesore për të ndjekur lëvizjen e autorëve pas djegjes së automjetit. Gjovalin Prendi është babai i Rohan Brahimit, i cili u vra në një atentat në Athinë në 9 maj të vitit të kaluar. Ai njihet gjithashtu si një nga rivalët e shumë përfolur të Ervis Martinajt, rival që kanë vazhduar të goditen edhe pas zhdukjes së tij në gusht të 2022. Dy nipat e ish-kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj dhe një punonjës i tij janë lënë në burg. Gjykata e Fierit caktoi masën e sigurisë, ndërsa prokuroria i akuzon për goditje për shkak të detyrës. Nipajt e Kaplanaj të dhunuan agentët e operacionales teksa ndodheshin në Fier për një hetim të SPAK. Gjykata e Fierit lënë në qelit e paraburgimit 2 nipat e ish-bashkiakut demokrat të Mallakastrës, Agron Kaplanaj, dhe punonjësin e kompanisë në pronësi të tij. Ata akuzohen për dhunimin dhe kërcënimin e agentëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe efektivëve të forcave operacionale, pasi ata ndodheshin në Fier në kuadër të një hetimi të prokurorisë së posaçme. Të dyshuarit Claudio dhe Ledian Kaplanaj gjatë dëshmisë kanë thënë se nuk i kanë njohur agentët, pasi do të silleshin ndryshe nëse ata do të ishin prezantuar. Seanca nisi në mëngjes në gjykatën e rrethit të Fierit,
dytë me dyert të mbyllura bashkë me nipat e zyrtarit të lartë vendor, ku akuzohet edhe Geralt Kullçaku. Të dyshuarit pretenduan hyrjen pa leje në pronën e tyre të agjentëve të kamufluar që nuk u prezantuan, dhe tyre rëndon akuza goditja për shkak të detyrës. Në reagimin zyrtar në 16 prill, SPAK konfirmoi se Byroja Kombëtare e Hetimit ndodhej në shërbim dhe agjentët u dhunuan në krye të detyrës pas ndjekjes edhe pasi këta të fundit janë prezantuar si policë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Grecallin në Fier. Një fermer 16 vjeçar ka ndruar jetë pasi dyshohet se ka rënë poshtë nxehtësie teksa ka qenë duke e rregulluar. Agron Sukulli është i gjetur nga fqinjët i pa jetë poshtë gomës së nxehtësorit pranë banesës së tij. Pasioni politik i ka djegur votën një emigranti në diaspor. Njëri me emrin Armand Maho ka votuar hapur në fletën e tij të votimit për Partinë Demokratike. Por sipas kreut Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, votuesi tani rrezikon edhe ndjekjen penale në Shqipëri pavarësisht se tani jeton jashtë. Vota e hapur është një prej veprave penale për të cilën mund të dënohesh 2 vjet burg. Kjo është vota e parë djegur. Armand Maho është një nga shqiptarët në diaspor që preferencën politike ka publikuar në rrjetet sociale, por akti i tij publik është në kundërshtim të plot me kodin penal që ndalon fotografimin dhe publikimin e votës. Jo vetëm entuziazmi, por dhe fakti që jeton jashtë Shqipërisë, duke se ka bërë të harrojë që shkelja e fshehtësisë të votës dënohet nga 3 muaj deri në 2 vite burgim, nen ky që u përforcua dhe nga kryekomisioneri Ilirian Celibashi. Ata janë duke kryer një vepër penale në gjykimin dhe në vlerësimin tim, po është atributi i institucioneve të tjera për ta vlerësuar nëse veprimet e tyre përbëjnë apo jo vepër penale. Në gjykimin dhe në vlerësimin tim, ata janë duke kryer një vepër penale. Tej interesit, simpative politike, entuziazmit që kanë për të treguar se për kë votojnë, është e dënueshme nga kodi penal deklarimi i votës. Ndaj përsa kjo thirrja ime apo këshilla ime mund të mbrit tek ta, në mënyrë kategorike nuk do duhet të postoj në rrjetet sociale përmbajtjet e fletëve të votimit, sepse, sikur se thash, janë duke kryer një vepër penale. Po ashtu Celibashi u bëri thirrje partive politike për vetë përmbajtje, pasi këta të fundit ka nisur publikimin e zarfeve të diasporës me fletët e votimit. Nuk ka, ose ka 0 shans që dikush, përfshi edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, të ketë dieni për përmbajtjen e fletëve të votimit në dokumentacionin zgjedhor që vjen. Do të ishte mirë që politikanët të evitonin deklarata që lidhen me rezultatin e votimit. Janë komplet pa sens, përkundrazi mund të kontribuojnë negativisht në mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Këto deklarata Celibashi i bëri në krah të kreut të misionit të OSBE-ODIR Lamberto Zanier, i cili pa nga afër procesin e paketimit të zarfeve nga jashtë. Procesi i votimit nga jashtë është i rëndësishëm dhe duhet jetë i mirë organizuar sepse ka një numër të lartë votuesish. Doja ta shihja vetë procesin si ishte organizuar dhe jam i impresionuar. Duhet të garantohet që të gjithë votuesit të mund të votojnë dhe të dhënat personale të tyre të mbrohen. Deri më tani në Shqipëri kanë bërritur 737 votat e para të diasporës, nga ku 13 prej tyre janë vendosur në kuti të posaçme për shkak të disa parregullsive të hasura. Në 11 maj do të jenë numëruesit, ata që do të vendosin nëse këto vota do të numërohen apo jo. Turi elektoral i Berishës po kthehet në një garë me pengesa për liderin e Shqipërisë madhështore. Sot në qytetin e Skënderbeut ai u vesh si pleq të krujës, por ndërsa krutanët e trajtuan me respekt si njëri i moshës së tretë, nuk i kursyen atij me humor dhe seriozisht pa kënaqësitë e tyre, që nuk lidheshin vetëm me qeverisjen e Ramës, por edhe me atë të Partisë Demokratike deri në vitin 2013. Sali Berisha ju ngjit të premten kështjellës së Skënderbeut. Në xhiron e pazarit të Krujës, doktori u prit nga krutanët, të cilët, siç thot ai, t'i japin ujë në bish të lugës. Ja Skënderbeut fal zot. Mirë se u gjej. Se edhe legjend. Mirë se u gjej. Doktor mirë se erdhe. O mirë se na erdhe kapetan. Mirë se u gjeta. 2 krutan e vlerësuan doktorin,
por ndaheshin te çështja e moshës, ta quanin të ri apo të vjetër. Po lodhesh, se mosha është i çik bjetë që është rinin e dytë. Tani njeriu gjen forca. Kur shef një optimizëm dhe një vendosmëri të madhe të shqiptarëve për të ndarë me e keqja, dita dhe nata bëhen tuat. Nuk e di ai që kryetarët japin ujë mbi luks atij. Krutanët që njihen se të fusin në mes, pa e marrë vesh, e veshën Berishën me jelek dhe qeleshe. Një krutan tjetër vendosi të mos ja jap me ujë, me bish të lugës, por e kritikoi hapur me një kovë me ujë të ftohtë, faktesh dhe argumentash. Kam bo 13 vjet burg politik, kur ke qenë herë e parë në pushtet, ke thonë do të shpërblet të gjithë burgosët publik si mas ligjit. Po. Njelen pa shpërblyj, gjithë shqiptarët desë kena qenë burg politik. Kur prëntojsh, nuk tonë as si të i plëtësh 100%, pos fakti 50% shqiptarëve t'ja plëtësh. E vunë e lull bashën, kryetar partije. I minut, unë ja kam thonë të mes pazarit, e di gjithë kërë, e kemë televizor. I thash, te i fote shqiptarët më grev. Nga argumenti ujit që nuk doli shumë popullor, doktori kaloi te buka. A i dha një shpjegim shumë të thjesht pse buka shqiptarve u kushton më shumë se europianve. Buka u kushton shqiptarve 80 herë më shumë se europianve. Pse? Por e para shqiptarët konsumojnë bukë 4 herë më shumë se mesatarja europianve. Por edhe zgjidhja sipas tij do të jetë e thjeshtë. T'ja u kthejmë parat qytetarëve. Berisha nuk sqaroi se si do t'i kthente parat njerëzve, ashtu siç premtoi e Gjinjeu Fatos Nano me parat e piramidave në 1997, por nxitoi t'u premtonte qytetarëve programin e tij, ku ndonjëherë ngatroi vet pa dashje e ndonjëherë e ngatronin krutanët vet. Do përgjysmojmë hapësirat publike, jo do ulim shumë hapësirën publike, aktet që ka kryer ai me dhe ato në fakt përbëj një dënim për jetë, për se cilin që kryen aktet atilla. Voton të vit, jo. Për 2 vite, mo. Se kështu duke shkritur, të duhet për votim. 16 janë për 2 vite. 16, unë isha për të votuar 16 vjeçarët. Ne kemi nërmend që çdo mos ketë pension nën 200 euro. Këto japin një... Mjaftueshëm është 200 euro? Minimum, bravo. Do të ngrenë tavanin e biznesit. Por rrugëve të Krujës, Sali Berisha u përball edhe me karmën e qeverisjes së tij. Një qytetar i tha doktorit se fabrika e Çimentos, të cilën e ka inauguruar Berisha si kryeministër, sjell kancer. Nuk janë ilaçet, janë ato që na kanë dhënë venin. Janë fabrikat e çimentit që hapin kancer. Janë disa gjëra të tjera që na myten. Absolutisht do vendosen. Kruja marr rekordin për këtë smundje këtu. Por doktori mbrojti fabrikën dhe fajsoi servisin. Sepse atyre në qoftë se u imponon filtrat e duhura, ato mjedisi nuk e ndotin. Por këta i lanë pa filtra. Mes shumë dhuratave, mori edhe simbolin e fushatës së tij. Simboli mençuris. E çmendje Tirana. Ish uzina e Bakrit në Rubik do të rihapet, këtë herë si pjesë e industrisë ushtarake. Kryeministri Rama tha gjatë një takimi me banorë të zonës se qeveria është duke negociuar me kompani të mëdha të vendeve aleate për të zhvilluar aty prodhimin e municioneve ushtarake. Kuptim plot punësimi. Në ish uzinën e punimit të Bakrit në Rubik do të prodhohen armë për forcat e armatosura. Gjatë një takimi me qytetarët e Mirditës, kryesocialisti Edi Rama foli për ambicien e Shqipërisë për të rijetëzuar industrinë e vjetër ushtarake. Këto qendrat e industrisë ushtarake do të jenë të ndara në disa pika të territorit dhe sipas kapaciteteve dhe sipas profileve të tyre do të profilizohen në prodhime të llojeve të ndryshme. Synimi nuk është vetëm prodhimi i municioneve ushtarake. Një nga elementet që ne do të prodhojmë në bazë të këtij programi janë edhe dronët inteligjent, që ju e dini shumë mirë, janë fjala e fundit e shkencës dhe janë edhe risia më e madhe sot në
në sektorin e mbrojtjes. Duke rikujtuar marrëveshjen për prodhimin e anijeve në Durrës, Rama foli edhe për fuqizimin e forcave detare. Në bashkëpunim me Italinë, me një ndër ndërmarrjet më të mëdha të prodhimit të anijeve në botë, që është Fincantieri, kemi tani më një marrëveshje mirëkuptimi për të bashkëpunuar për ngritjen ose për ringritjen e bazës së prodhimit edhe të riparimit të anijeve në Shqipëri, gjë që do të na jap mundësi të prodhojmë për vete dhe përsëri të eksportojmë. Një komente kishte edhe për kryebashkiakun e Mirditës, Albert Mëlyshi. Kryetarin e bashkisë këtu e keni djalë të mirë, me thonë të vërtetën. Që mirëditor është ai, duhet ta ndihmojmë dhe atë, që mos ta mysi kneta. Shumë shpejt do të nisë monitorimi i autostradave me kamera. Kamera do të vendosen në autostradat kryesore të vendit dhe do të kontrollojnë shpejtësinë e lëvizjes, trafikun e mjeteve, rastet e aksidenteve dhe të urgjencave. Nga qendra e monitorimit në Kamës, zëvendës kryeministri Aballuku tha se kjo praktikë do të nisë nga autostrada Tiranë-Durrës. Kryeministri e quajti këtë një histori të re në administrimin e territorit. Qarkullimi i automjeteve në autostradat kryesore, Tiranë-Durrës, Durrës-Rrogozhin, Rrogozhin-Fier dhe Fier-Vlorë, do të monitorohen me kamera 24 orë në 7 ditë. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku tha se tashmë po bëhen testimet e fundit në terren, ndërsa synim final mbetet mbulimi i 3650 kilometrave rrugë që janë aseti i autoritetit rrugor shqiptar. 200 kilometrat e para kanë mbuluar autostradat kryesore të vendit, pra Tiranë-Durrës, Durrës-Rrogozhin, Rrogozhin-Fier, Fier-Vlorë dhe të gjitha akset e tjera të cilat janë akset kryesore. Do të ketë gjithmonë e më pak nevojë për prezencë fizike në terren të monitorimit të autostradave dhe ndërhyrja do të bëhet për shkak të bashkërendimit që ndodh brenda kësaj salle, pra njësitë e policisë rrugore do të njoftohen nga salla për të ndërhyrë në raste ku kemi automjete me shpejtësi të lartë. Kreu i qeverisë e cilsoi këtë platformë një histori të re në administrimin e territorit, ndërsa premtoi largimin e policisë nga rruga. Me rrugë një kapitull i ri në historinë e administrimit të territorit edhe në historinë e asistencës për qytetarët në gjitha nivellet, në nivelin e sigurisë rrugore, në nivelin e urgjencës mjekësore, në nivelin e emergjencave civile. Qendra e monitorimit të trafikut do të funksionojë me 122 operator, të cilët do të kryejnë monitorimin e rrugëve, ndërsa institucionet përgjegjëse firmoson memorandumin për bashkëpunim në administrimin e territorit. Festa e Pashkës po sjell natë dhe shumë emigrantë që kalojnë këto ditë pranë familjeve të tyre në Shqipëri. Në pikat e kalimit kufitar me Greqinë ka fluks të madh qytetarësh në hyrje, ndërsa autoritetet doganore po punojnë me kapacitet maksimal për përpunimin e tyre. Në prag të festës së Pashkës, pika kufitare e Kapshticës ka regjistruar një rritje të ndjeshme të lëvizjes së qytetarëve që vijnë nga Greqia drejt Shqipërisë. Me qëllim shmangjen e vonesave dhe kontrollimin e fluksit, autoritetet kanë shtuar numrin e sporteleve. Gjatë 24 orëve të fundit në Kapshticë janë mbi 8000 persona që kanë kaluar përmes kësaj pike. Duke u referuar shifrave, Entja shënon numrin më të lartë të hyrjeve në Shqipëri. Për Pashkët po. Sa do qëndroni? 4-5 ditë. Festojmë Pashkën në vendin tonë. Ishin apo të kata sporteve të shumë. E të hanën, nuk kemi mundësi të rrimë më shumë, që jemi në punë, do punojnë. Kishit vështirësi për të kaluar? Jo, asëre, ma mirë se kësha rallën, nuk pa shukot në herë. Shumë bukur. Po vim me rastë në fesër, kemi 3-4 ditë pushim edhe me i kaluar me pjesëtarët e familjes. Familja komplet, dërin 3 ditë të kthejmë. Fluks ka patur edhe në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ku sipas të dhënave zyrtare janë mbi 7700 persona që kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht kësaj statistike, situata nuk ka qenë problematike sa i takon pritjes së qytetarëve për të kaluar kufirin. Nga të dhënat e para pranë kësaj dogane, mësohet se Pala Greka aktualisht po punon me 2 sportele, ndërsa ajo shqiptare me 4 të tilla. Aktualisht në të dyja pikat kufitare po garantohet një proces i shpejt kalimi pa pritje të gjata.
Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour, unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të njeni me lajmet më të fundit, po edhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkëndajemi këtu vetëm pas pak faqja 4.